Të gjitha falënderimet dhe adhurimet i takojnë Allahut Zotit gjithësisë. Vetëm ata e falënderoj. Dhe goja më e mirë, frymëmarrja më e mirë është ajo gojë dhe ajo frymëmarrje, ajo zemër që falënderon Zotin xhelel xhelaluhu. Se në mëllin e kësaj hutbie kemi një ajet prej ajeteve që thotë: "Wa qalilun min ibadi ash-shukur." Pak janë ato që e falenderojnë Zotin xhelel xhelaluhu. E falenderojmë të madhin Zot që na begatoi me këtë ditë xumaja. Nuk ngelëm në tërë, në humje. Nuk na munin shejtani mallku, e mposhtëm, i cili na shoqëron çdo minutë, çdo sekond, pa elhamdulillah për Allahut që e mposhtëm, që jemi bashkë në xhami. Inshallah ta mposhtëm edhe namazet ditore të mallkumin. E falenderojmë të madhin Zot që na begatoi dhe me ishi sot në këtë ditë xumaje, mëshirë, rahmeti Zotit xhelel xhelaluhu. Pra Allahu xhelel xhelaluhu thot: kur ju vjen begatit dhe mirësitë e Zotit, nëse falenderoni, ju arsyetoj ato. Nëse falenderoni, ju arsyetoj ato. Nëse jepni prej mirësive dhe prej begative, ju arsyetoj ato. Pra ti jep pak, a jep shumë. A mund ta mundim në ato që jep shumë? Cila është ajo vaditje, cili është ai ujë që e mund shiun e Zotit xhelel xhelaluhu? Kush mund ta pastrojë ajrin, qytetin, vendin, rrugën? Kush i furnizon ato bim, gjonë gjallë? Pyjet e mëdha atë që gjelbrojnë gjitha me anë të shiu. Kush i furnizon? Allahu xhelel xhelaluhu. Pra habitemi. Pse njerëzit janë kaq mos besimtar, mos falënderues? Pse janë kaq dobët? Ajeti që përmendëm thot: kudo që t'jeni, vdekja do t'ju gjejë. Edhe nëse jeni në fortifikata, pallatet sigurta, ajo do t'ju gjejë. Aliun Allahu e mëshiroft, kushëri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për dhe dhëndër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pyesi një herë për ta zonë me fjalë. Tha: kemi një njeri i cili është i mbyllur në një dhamë që s'ka as hyrje as dalje, as dritare as dera as gjë. Pra është bën në një mënyrë që mos të ketë as i kontakt nga jashtë. Ali Allahu e mëshiroft. Zoti e kishte dhënë atë mirësinë dhe begatinë, por dhe lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i thotë herë: o Zot, zgjeroje gjoksin me dituri. I jepi Aliut dituri. Edhe Allahu i dha goxha. Ka shumë fjalë për diturinë e Aliut, pa inshallah do t'i mbledhim në një xumë tjetër. Ai tha: nga çdo anë tha nga i futet rreziku këtij njeriu që s'ka më as i sen dalje, as dritara, as i derë, as i sen, izolumren. Nga çdo anë që futet vdekja, tha, futet edhe rreziku. Pra nëse Allahu xhelel xhelaluhu don që të jetojë ai person atje mrena, ashtu siç e çon vdekjen atje, e çon edhe rrezikun. Pra, si to them, pengesat natyrale që kemi ne, apo që shohim ne për shembull, ndet apo në mrena i guri jeton i gjallës. Edhe i pejgamberi Zotit është habit kur e ka pa që ishte gjallë mrena në gur, pa as i lloj dritari ishte gjallë. Ku jeton, ku furnizohet? Pra këta nuk janë pengesa për Zotin. Çka pengesë është për ne? Për shembull që nuk shohim atje mas malit të zëjmë, ose mrena në thellësitë e tokës, ose në lartësitë e qiellit. Shumë gjëra tjera ka pengesa për ne. Për Allahun nuk ka pengesë. Ja, se pra ne quhet ai Allahu krijuesi dhe zotëruesi i gjithësisë, krijuesi i gjithësisë, sepse nuk njihet lodhje, pengesa, gjumi, fillimi, mbarimi atij, nuk njihen këto tek Allahu. Ai ka qenë i përhershëm, do të jetë i përhershëm, ndërsa ne kemi disa faza që të kalojmë, edhe na ndihmon Zoti inshallah. Kudo që t'jeni thot vdekja, do t'ju gjejë. Kudo që t'jeni fortifikuar.
Allahu i përmend dhe këto fortifikatat, është interesant. Na tregojnë rastin e një gruaje, si çdo grua apo burr tjetër, që gradualisht Allahu xhel xhelalu i jep pushtet. Krahas pushtetit i jep edhe i famë të madhe, që duket të shit sikur fluturon mbi njerëz. I tillë për shembull ka qenë faraoni, por kanë edhe këto të sotshmit që janë gjajnë atij. Edhe tregojnë rastin e një mbreti, diku në një shtet të madh atje. Të shit s'ka çmë afitum, po, të shit s'ka çmë bas Zoti më thot. 40 vjet as disa kishte bën bret. E ja se si njeriu e fundos veten e vet. Edhe Zoti s'ka ç'na bën më. Po për mëse Allahu të krijoi, ti e shef sa i dobët që je. Allahu xhelexhoi im breta ka më të më mushkojnë. Ti do me dal me ngrit kry kundra Zotit xhelexhelalu, roba jetu u therr. Me men. Mi mushkojnë. Miliona ushtri, armë, roje. Allahu xhelexhelalu çohet mushkojnë atje. Edhe mushkonja është e madhe. Një virus i vogël aty ke zemra, ke zord, ke stomaku, ke melçia, ke mushkria. Një gjë e vogël fare, sa nuk shifet me sy. Si ngren njeriu kry. E faraoni tha unë ka shumë mundësi që për pak kohë do bëhem zot. Allahu na ruaj. Edhe filloi të mendoj sak për këtë punë. Se rrente pushteti.